Misioni Mani u fokusua te prodhimi i naftës nga shteti shqiptar ndër vite. Statistikat tregojnë se në 45 vitet e regjimit të drejtuar nga Enver Hoxha, janë prodhuar 49.7 miliard ton naftë, e konvertuar në barela ose fuqi gjatë periudhës komuniste, u mbushën 885 milion të tilla, pra vendi ynë prodhoi mesatarisht çdo ditë rreth 54.000 fuqi. Inxhinierët shqiptarë treguan që me aftësinë e tyre lehtësisht e krahasueshme me inxhinierët më të mirë të huaj të asaj kohe, treguan që në Shqipëri ka vend burime të tjera nafte dhe arriti që të kishte një kapacitet nxjerrjeje dhe përpunimi që plotësonte lehtësisht nevojat vendase të asaj periudhe, kishte edhe një rezervë, deklaron studiuesi Enrico Cecco. Nevojat vendase aso kohe ishin për 300.000 ton naftë në vit, sasi kjo që mbuloi lehtësisht në popullat, ndërsa produkti që nxjerrej ishte kryesisht i rënd dhe rafinohej në uzinat e kohës për të përdorur në industrinë vendase, për të dhënë me clearing jashtë vendit në kombim të pajisjeve motorike, a materialeve të tjera. Kryesisht në vendin ton, në vend burimet e zbuluara deri më sot, kemi naftë të tipeve të ndryshme, por mbizotëron zakonisht nafta e rënd, ndërsa nafta e lehtë gjendet në struktura të thella. Nga kjo pikpamje ne kemi të gjitha llojet e naftave, nga ato më të lehta tek ato më të rënda. Nga pikpamja ekonomike, secila naftë ka rëndësinë e vet. Nafta e lehtë ka përqindje të lartë oktani që përdoret për karburante, ndërsa nafta e rënd ka elementë të tjerë që përdoret gjërësisht në industrinë e naftës dhe petrokimike, tha pedagogu Luan Nikola. Shqipëria ndërtoi 4 uzina për përpunimin e naftës bruto, e para ishte në Kuçov, qytet i cili nuk mund të identifikohej pa naftë që nga koha e mbretit Zog. Pastaj, në vitin 1956 filloi nga puna edhe rafineria e Cerrikut, dhe brenda të njëjtit koncept u ndërtua uzina e përpunimit në Fier dhe në Ballsh. Stavri Dhima, ekspert për menaxhimin e energjisë, deklaron: "Dy të parat janë të shkatruara me shpejtësi, së fundmi është çmontuar kombinati i Ballshit dhe sot është në punë rafineria e Fierit, e cila ka një kapacitet rreth 500.000 tonë në vit, por përpunon rreth 100.000 tonë në vit, i cili ka për qëllim prodhimin e bitumit, që përdoret qoftë brenda vendit ashtu edhe për eksport. Pjesa e fraksioneve të lehta eksportohet si produkt për të përpunuar më thellë. Epoka e tretë e menaxhimit të naftës nis në vitin 1988-1990 me nevojën për të sjellë në vend kompani të huaja, edhe pse një klimë e vështirë besimi, raundi i parë ngjalli interesimin e 105 kompanive, 5 prej të cilave morën bllosje detare për eksplorim. Kërkimet në det kushtuan $147 milion, pa rezultat në prodhim, por me perspektivë për të ardhmen. Pas vitit 1992, u dhanë licenca për 10 kompani të huaja me kontrata koncesionare që mbuluan fillimisht disa bllosje në perëndim e më pas gjithë territorin e vendit. Megjithatë, në shifra zbulimi dhe prodhimi tregojnë se lavdia e viteve 70 nuk është arritur më asnjëherë prej viteve të demokracisë, duke bërë një krahasim se si është shfrytzuar nafta nga vitet 91-2025 dhe në periudhën 70-90, unë do të thosha që raporti i nxjerrjes është 1-3 në favor të periudhës para viteve 90, deklaron Enrico Cecco. Në vitet e para të tranzicionit, industria shqiptare thuajse pleku fundin dhe nëse shohim linjat e prodhimit, nga 1 janari 91 deri në 1 janar 2025, janë prodhuar 315 milion fuqi, me një mesatare të përgjithshme ditore për të gjitha vitet që arrin në 27.000 fuqi. Sot norma e prodhimit është stabilizuar me 20.000 fuqi. Viti më i mirë i 5 viteve të fundit ka qenë gati 1 milion ton naftë dhe këtu mund të diskutojmë për cilësinë e naftës. Në ato vite, me ato rafineri që kishim nxjerrnim me 10 fraksione të naftës, shton më tej Cecco.